Rezervuari i Thanës në Lushnjë po i nënshtrohet një procesi të kontrolluar zbrazje dhe pastrimi në funksion të përgatitjes për sezonin veror të vaditjes. Sipas specialistit Ferdinand Dervishi, ndërhyrja synon largimin e sedimenteve dhe kriprave të grumbulluara ndër vite, duke rritur kapacitetin dhe cilësinë e ujit për përdorim bujqësor. I ndërtuar në vitet 70, rezervuari ka një sipërfaqe rreth 120-150 hektar dhe një thellësi mesatare prej 4-6 metrash. Gjatë verës, ai furnizon me ujë rreth 2000 deri në 3000 hektar tokë bujqësore, duke qenë një burim jetik për fermerët e zonës. Megjithatë, zbrazja e ujit ndikon përkohësisht edhe në ekosistemin e rezervuarit. Gjallësat ujore dhe peshqit detyrohen të zhvendosen ose të rrezikojnë mbijetesën, ndërsa zona përreth, e njohur për praninë e zogjve shtektar, pëson ndryshime të përkohshme në habitat. Pavarësisht këtyre ndikimeve, specialistët theksojnë se pastrimi është i domosdoshëm për ruajtjen afatgjatë të funksionit të rezervuarit dhe rikthimin e balancës natyrore.